Jam në studio me zotin Pandeli Majko, kandidat për deputet i Partisë Socialiste për qarkun e Tiranës. Jemi drejt për së drejti, është ora e pikut fushatës, unë e vlerësoj shumë që erdhe. Unë e disi erdha, po të falenderoj shumë për vdesën. Bas më shumë se 27 vitesh që bisedojmë së bashku, s'mund të më thoje jo. Si po ecën fushata në Kavajën Rrogozhin? Vështirë është, por po ecë. Edhe besoj që jemi brenda pritshmërive që kemi parashikuar të paktën deri tani në këtë fazë. Por gjithsesi jemi duke kolauduar një situatë që ka të bëjë me votën e diasporës. Pasi në këtë moment që po flasim ka filluar procesi i votimit, sidomos flasim për pjesën e Italisë. E kuptoj. Si është, unë ju ndjek në Instagram natyrisht të gjithëve, por si është fushata në terren, si janë njerëzit, si ndjehet vibe, komunikimi me njerëzit? Jam shiko mua që më ka zënë dielli. Edhe më përsërisi një histori të cilën e kam treguar në disa vende dhe ka të bëjë me një fushatë elektorale në Mokër, ku më pritën në një kodër të butë, po me një rap shumë të madh, ku duket se ishte vendi që priteshin njerëzit që vinin si të ftuar të veçantë në fshat. Dhe duke qenë se ishte mesditë, më kishin vendosur tavolinën edhe kariget në hije dhe gjithë fshati që priste për takimin, pra po flasim për fushatën e 2009-s, priste në diell. Sigurisht unë gjenda shumë pozitiv vështirë dhe i thash i lutem, unë nuk mund të ri në diell, do rini ju në hije dhe unë do ri në diell. Filloi diskutimi, jo ti je mik, jo kështu e ashtu, nuk bëhet e tjerë, mi po më kisha takimin tjetër për gjysmore, dhe se kisha shumë të shpeshta takimet për fshatra, dhe po më kalon të koha dhe nuk po merja do të një drejtim si situatë. Dhe në një moment më përtas edhe i them, o, miq, sot, unë do rinë në diell dhe ju do rini në hije. Pastaj, 4 vjetë, unë do rinë në hije dhe ju do rini në diell. Plasi gazi atje, që edhe një burg vjetër, më thotë mua ikse e vëre fushatën. Dhe më fshatin tjetër që shkova të bëj takimin, pyetja e parë ishte, na thuaj si ishte ajo puna e hijes me diell. Tani si u thon? Tani Tani jeni në diell. Tani në diell, po për periudhën e hijes, ka ndonjë gjë që ku ishit kaq vite në hije? Tani të shikojmë, nuk është problemi jemi në dije apo